Atëre, ndoqëm një këngë festive, ishte kënga Erdelezit, si që jetë dhe nga atmosfera edhe debati paka shumë undes, por unë do të kaloja në një tjetër moment. Është një qasë shumë interesant për vetë faktin, sepse historia ka folur me gjuhën e saj, historia ka folur me fakte, me personazhe, me njerëz. Edhe unë vetë si individ kam një histori të thjesht, por ndoshta edhe të këndshme. Kemi qenë fëmijë dhe fëmiria lë gjurmë në jetën tonë, ndoshta deri në fundin e jetës, emocionet e para të fëmirisë ruhen në kujtesë gjatë. Dikur në lagje isha fëmijë, zebzek, ndoshta i shkathët, bëja dhe gabime. E kisha shumë frikë një personit cili kalonte me uniformën e tij ushtarake. Për herë rregull, dhe ajo çka ishte karakteristike, megjithse ai buzëqeshte, shtytërisht unë kisha frikë prej tij. Madje një ditë kur unë bëj ato gabimet e vazhdueshme prej fëmije, ai më ka përveshje dhe më qorton me një frazë dhe me një fjalë të cilën unë prej vitesh nuk e kam humbur. Nuk është mirë kështu biri xhaxhi. Dhe më pas buzëqeshi. Për herë të parë kuptova që ky njeri kaq i frikshëm me këtë uniformë ushtarake nuk ishte edhe kaq i keq. Dhe çuditërisht, ai sot është në krahun tim. Është njeriu i cili për vite të tëra unë nuk e kam harruar, nuk e kam larguar nga kujtesa për edukatën, për mirësjelljen, për buzëqeshjen, edhe për atë mënyrën se si më korrektoi. Ndoshta u bën kaq vjet të cilin unë se kam harruar akoma dhe fraza e parë që unë do t'i them një tjetri është pikërisht kjo, nuk është mirë kështu, sepse më kujtohet qortimi më i ëmbël që kam marrë në jetën time. Bëhet fjalë për vitet 82-83, unë kam qenë fëmijë shumë i vogël. Sabri, juve keni jetuar një periudhë të gjatë si ushtarak, apo jo? Në brigadën e 6. Në brigadën e 6. Kuptohet, neve flasim shpeshherë dhe ngjyresa racist apo ngjyresa e paragjykimit ndaj shtresave të caktuara është prezente, ndodh në jetën tonë, ne mund të paragjykojmë këdo duke i dhënë karakteristikën apo vendin. Çfarë mund na thoni juve për këtë periudhë kohore dhe a jeni ndjeri paragjykuar? Jo kuptoj. Së pari herë faleminderit që më ktheve në ato vite në moshë. Unë e kam kujtim, nuk e harroj dorën tonë të veshje. Unë personalisht, po pse jo dhe në gjerë, edhe fëmijët e mi, po pse jo dhe atje ku jam rritur në Baldës, nuk e kemi ndjerë në njëherë diferencimin. Absolutisht. More, në shkollë, ne loznim bashkë me fëmijët joro. Në shkollë bashkë me fëmijët joro. Pse jo konkuronim? Unë pa thënë ata që kemë për Belulin, kam qenë shumë i ashpër në kërkesa ndaj vetes për të dalë dikush. Ndoshta keni qenë i ashpër dhe me fëmijët, sepse Krenari dhe Sajmiri, të dy djemë tuaj kanë qenë miqtë e mi, kanë qenë paralel, ne kemi qenë shok lagje, kemi lozu bashkë, dhe çuditërisht ata ishin fëmijët më të edukuar. Ju kuptova. Sajmiri Sorbonën ka mbaruar dhe në Francë, në Paris është. Me që në këtë vështrim nuk e kemi ndjerë dhe tani e kemi rënd prapë dhe me thënë të flasim, sepse ne se kemi ndjerë nuk e kelatën. Kur ndoj njëherë diferencimin dhe me thënë rom, jo rom e kështu. Edhe në patos, fëmijët e mi, absolutisht asë njëherë ju e një rritur bashkërisht dhe me thënë, dhe nuk është dalluar e nuk është ndjerë kjo. Me këtë çka duhet të them? Është vetë puna individuale që duhet bëj secili në familje, me vetë dhe pastaj këtë ta shtri jo duke kërkuar, jo zvarritës, përkundrazi të nxjerrësh vlerat e komunitetit tënd që ka shumë dhe të ecish përpara duke i kërkuar vetes. Në këtë vështrim unë ndjej kënaqësi edhe për këtë aktivitet të falenderoj me shpirt, domethënë që na e bët dhe këtë ftet domethënë bashkërisht me këtë, sepse shikoj edhe kemi krijuar familje unë, edhe ku ka marrë për fëmijët e mi, edhe Baxhanaku për exemplu, njerëzit e tjerë kanë ecin, ndoshta pse jo në disa drejtime edhe më mirë se sa unë. Se unë kam nisur herë, domethënë, nuk kam pranë në shkollën. Në këtë vështrim theksin edhe një herë tek ajo, domethënë secili nga ne të jetë shembull për vete, burim frymëzimi të bëhet për ata që kemi mbrapa.
Zoti Ervin Koçi, unë jam i mendimit që ndoshta shumë herë i trajtojmë në mënyrë kolektive, por ndoshta është mirë që të japim edhe një mesazh për të gjykuar individualisht. Ne kemi histori kolektive, por kemi edhe histori individuale. Ne kemi gjykim apo paragjykim kolektiv, por kemi edhe paragjykim individual. Mendimi juaj? Unë bashkohem me Sabriu në gjithë diskutimin e tij. Normalisht shumë gjëra duan edhe komunitetin për të zgjidhur, por mesazhet më të mira janë ato që tha Sabriu, pra duhet të rritet ndërgjegjësimi individual i çdo familje të komunitetit rom në mënyrë që të japin fëmijës arsimimin e duhur. Ne kemi për shumë biseda edhe me zotin Latif, me Saimirin, me komunitetin rom të fshatit Driz, të cilët kemi bërë që duhet të fokusohemi shumë të arsimimi. Gjithë ato lekë që harxhohen, strategji, letra, për kështu, sikur të sensibilizohesh vetëm për çfarë fëmijët për shkolla, do ishte një ndihmë shumë e madhe në komunitetin rom. Pra, unë mendoj që fokusi i gjithë familjeve rome duhet sensibilizimi i arsimit. Nëse ne japim arsim fëmijëve rom, këtu ne kemi mbyllur problematikën dhe këtu është bërë integrimi. Sepse po thomi, aty ku kanë talentuar në muzikë, jemi integruar ne te komuniteti rom, sepse janë të talentuar në muzikë. Këtë gjë do ta fusim edhe me siç bëjnë me kaq dëshirë muzikën, me kaq dëshirë duhet të fokusohen edhe te arsimi. Besoj që edhe ne si politik do të japim këtë mesazh në komunitetin rom, edhe vetë komuniteti rom shumë pozitiv, siç është Sabriu, Latifi apo edhe të tjerë, duhet të shërbejnë si shumë pozitiv që të jenë një motivim që familjet e rome të jenë të fokusuara qartë në të ardhmen e tyre. Mirë. Nuk dua të zgjatem më tej. Shpesh herë talenti flet vet. Shpesh herë njeriu flet vet përmes punës dhe përmes arritjeve të veta personale. Ku do të jetë ndryshimi nëse je nga Mallakastra, nëse je nga Labëria, nëse je nga Myzeqeja, nëse je nga Balza apo gjikundi tjetër? Nuk besoj se ka ndonjë dallim. Do doja që këta fëmijë përmes performancës së tyre ju japin pikërisht një mesazh. Ne jemi fëmijë, jemi të gjithë barabartë. Shpirti ynë është i bardhë dhe talenti ynë është muzika. Le të ndjekim fëmijët me instrumentat e tyre muzikore.